Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 21 vatra zjarri, nga të cilat 6 mbeten ende aktive dhe 7 në mbikëqyrje. Në operacionet për menaxhimin e situatës janë angazhuar 354 forca operacionale dhe 24 automjete zjarfikëse, të mbështetura nga 155 efektiv të forcave të armatosura, 3 automjete zjarfikëse, 1 ekskavator i rënd dhe 3 helikopter dhe 2 avione erë traktor. Vatrat aktive vijojnë të jenë tek mali i Dajtit, ku vjen operacioni me mbështetjen e 30 efektiveve të forcave të armatosura. Gjatë ditës së djeshme u angazhuan 25 efektiv të MZZ-s, 5 ADZM-s dhe 30 të forcave të armatosura, si dhe kapacitetet ajrore. Nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në qafën e Helmës, Bulqis, sot është reaktivizuar zjarri në 2 vatra në pyll me pisha të dendura. Në operacion janë angazhuar 11 efektiv të MZZ-s për vendosjen e situatës nën kontroll. Shtuf Mirdit vatra mbetet aktive, por me intensitet të ulët dhe po monitorohet nga strukturat vendore. Shtan Ten Mirdit, situata paraqitet e stabilizuar, sot vjen puna me 6 efektiv të MZZ-s, 6 punonjës të shërbimit pyjor dhe 15 forca bashkiake. Nuk ka rrezik për banesat. Në Prozhën Pug vjen vatra aktive në një sipërfaqe pyjore. Operacioni vjen me strukturat vendore dhe 30 efektiv të forcave të armatosura. Aktualisht nuk ka rrezik për banesat, ndërkohë situata në Xhexhan, Gojan të vogël dhe Gojan të madh, është izoluar ose shuar dhe po mbahet në mbikëqyrje. Në malin e Qikës mbi Palaz vatra vjen në terren të thepisur dhe të paaksesueshëm, ndërsa sot operacioni për fikjen përfundimtare mbështetet nga 2 avione erë traktor. Pavarësisht terrenit të vështirë dhe ndikimit të erës në disa zona, situata në disa prej vatrave kryesore është përmirësuar, ndërsa operacionet vijojnë me fokus izolimin e vatrave aktive, parandalimin e reaktivizimeve dhe mbrojtjen e zonave të banuara. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile vjen të ndjek në mënyrë të pandërprerë situatën në të gjithë territorin e vendit, në koordinim të ngushtë me prefekturat, bashkitë dhe të gjitha strukturat e sistemit të mbrojtjes civile. Kapacitetet operacionale mbeten të angazhuara në terren dhe në gatishmëri për të ndërhyrë aty ku situata e kërkon, me prioritet mbrojtjen e jetës, banesës dhe pasurisë së qytetarëve.